Qarku i Fierit në ditët në vijim, kur temperaturat pritet të kalojnë 40 gradë, është klasifikuar si zona me risk më të lartë në vend për zjarre. Sipas përgjegjësit të sektorit të mbrojtjes civile pranë prefekturës Fier Kreshnik Ymeraj, pas informacionit të dërguar nga Instituti i Gjeoshkencave, nga të gjitha strukturat vendore, është kërkuar të rrisin burimet njerëzore, kapacitetet teknike e logjistike për të përballuar çdo vatër zjarri të mundshme. Është vërtet, ne kemi marrë një informacion nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbi të dhënat që kanë administruar nga Instituti i Gjeoshkencave, ku për ditët në vazhdim priten rritje të temperaturave që mund të shkojnë deri në 40 gradë, dhe kjo është një burim që ka përshtimin e rasteve të zjarrit dhe mbi këtë të dhënë ne jemi klasifikuar si një nga qarqet me risket më të larta të zjarreve gjatë ditëve në vazhdim. Në kodër të këtij informacioni ne kemi kërkuar nga strukturat vendore, pjesë e sistemit të mbrojtjes civile, që të rritin gatishmërinë e burimeve njerëzore, mjeteve teknike dhe kapacitete logjistike që kanë në dispozicion për të përballuar çdo situatë të mundshme që mund të shfaqet në këto ditë në vazhdim. Ymeraj ka pohuar gjithashtu se për këtë 6 mujor janë regjistruar 48 raste zjarresh, numër pothuajse i barabartë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, teksa ka theksuar se Bashkia e Lushnjës mbetet më e rrezikuara për shkak të djegjes së hamullorëve nga fermerët, të cilëve jo në pak raste situata u ka dalë nga duart. Përballë kësaj situate, Ymeraj ka apeluar për të gjithë bujqit që të jenë të kujdesshëm, pasi si pasojë e pakujdesisë dëmet mund të jenë tepër të mëdha.